para një vit e gjys, u kon problem hoxha me këtë. Ai ka kërcënu hoxha që vinë me mitralez në shtëpi këtu edhe hoxha ka lajmëru policia disa herë, ama ata se kanë hap asnjë rast për këta. Ai une s'po besoj që është mirë me mend. Këto vetëm mund me bë qashtu diçka. Për çka ka ndodhur rasti i mbrëmshëm? Rasti tash dje që kanë për çka asnjëri se din sepse në javën e fundit hoxha edhe ai u kon mirë se u kon problemat edhe ai e ka një kali këtë djali edhe hoxha ka kali edhe kalet shkon bashk. Edhe kur shkon diku në malet, ose hoxha shkon me marrë të dyjat, ose këtë djali. Edhe dje ka thirë këtë djali hoxhën, hoxha ka del jashtë me këqyr, a shkoj për me këqyr kalet ku janë, edhe këto është fundit. A keni pas një problem tjetër përveç këtyne që po i diskutoni, për shkak se një familjar tjetër na tha që rasti ka ndodhur për shkak të barit. Për shkak të barit, sanat. Po, për sanat u kon problem, hoxha ka kosit një livada që s'është edhe ai edhe hoxha s'është pronar i livadës, sepse këtu asnjëri si jeton mundë me kosit, asnjëri s'përdor sonet, na përdorim unë, këta tjera, edhe kur e ka kosit hoxha, ai ka ardhë edhe po thot sonet është jemja, edhe hoxha po thot s'o problem mere sonet, s'ka nevoj problem për sona me ki. Edhe ka marrë sonet, masnaj ka marrë kali pi shpi afër tu, po thot edhe kali është jemja. Edhe hoxha ka thirë policia masnaj. Edhe masnaj u kon disa kërcënimet pi këto djali, edhe baba bashk ka punu këtë djali edhe baba. Unë e besoj që edhe nona është këtu me këta, sepse këtë familja, kur e kanë ardhë pi Serbia para 2 vit, na në fshati kemi shumë problemet. Kërcënu këtë djali që edhe mu ka kërcënu në kafja, edhe shoket e jeme ka kërcënu. Se di, edhe dje ka bo havas këtu. Aleikum selam, së zdravje, që se vigjë. Unë edhe këtu.